Muhamedi alayhi salatu wasallam na ka mësuar që në Ramazan ne duhet ta ruajmë gjuhën, që parimisht mos flasim keq, mos shtifim, mos gënjejmë, që parimisht të keqen mos e kthejmë të keqen, në qoftë se dikush na shan, ne mos e kthejmë sharjen me sharje, në qoftë se dikush na provokon fizikisht, ne mos e kthejmë provokimin me provokim, por tregojmë vetëm mbajtje. Në fakt, në muajin Ramazan, krahas kësaj, ne mësojmë edhe për një lloj delirje, për një lloj pastrimi tjetër, i cili është pastrim shpirtëror. Ne në Ramazan mësojmë se ka shit njëri tjetrit, duhet ta ndërtojmë një raport i cili ndërtohet mbi bazën e respektit, mbi bazën e mirëkuptimit, mbi bazën e mendimit të mirë. E kemi përmendur edhe në ligjëratat tona që ajo që feja neve na mëson është që ka shit vllai ton, nuk duhet kemi mendim keq, nuk duhet të kemi paragjykim. Për arsye se paragjykimi nuk e përfaqëson të vërtetën. Sonte kam pas dëshirë para jush të nderuar vëllezër, me sjell një shembull në mënyrë praktike dhe konkrete, për të parë se si muslimanët e parë nuk kanë vuajtur nga paragjykimi. Dhe si ata na kanë ofruar neve atë mësimin e interpretimit, pra nëse prej vllajt të vjen një fjalë që sipërfaqësisht është e keqe, ti duhet ta interpretosh. Është përmendur në biografinë e imamit Ebu Hanife, e më saktë është përmendur në librat Manaqib al-Imam Abi Hanife dhe në librin Hayat Abu Hanife, se ka ardhur tek imami një njeri dhe i ka thënë kësaj: O imam, çfarë thua për njeriu i cili nuk shpreson në xhenet? Çfarë thua për njeriu i cili nuk e ka frikë xhenemit? Çfarë thua për njeriu i cili nuk e ka frikë Allahut? Çfarë thua për njeriu i cili e han ngordhësirën? Çfarë thua për njeriu i cili fal namaz, mirë po nuk bën ruku dhe nuk bën sejdë? Çfarë thua për njeriu që bëhet dëshmitar për atë që nuk e ka parë dhe nuk e ka dëgjuar? Çfarë thua për njeriu i cili e urren të vërtetën, e do të sprovën, ikën nga mëshira dhe thotë se krishterët dhe hebrejt e ka thënë vërtetën? Çfarë thot një njeri i cili nuk shpreson Allah, i cili nuk e ka frikë Allahut, i cili nuk fal namaz me ruku dhe me sejdë, i cili ha ngordhësirën? Imam Ebu Hanife ka pyet shok: çfarë mendoni për këtë njeri? Ka thënë: o imam, ky njeri duhet të jetë prej pabesimtarëve, nga se ai që nuk shpreson Allah, ai që nuk e ka frikë Allah, ai që bën këto veprime, ai njeri është mëkatar i madh, ai duhet të jetë pabesimtar. Tha përkundrazi. Ky njeri i cili ka këto veprime, jo vetëm është besimtar, por është prej evliave të Allahut te bareke ve teala. Pse? Për faktin se ai nuk shpreson në xhenet, por shpreson në Zotin e xhenetit. Ai nuk ka frikë xhenemit, por ka frikë krijuesin e xhenemit. Ai nuk ka frikë Allahut në kuptimin se Allahu nuk bën padrejtësi. Pra është i bindur në Allahun te bareke ve teala se Allah është i drejtë dhe se ai nuk bën padrejtësi. Ai e han ngordhësirën, lejohet me ngrënë ngordhësirën e detit, peshkun. Ai fal namaz pa ruku dhe pa sejdë. Namazi i xhenazës nuk ka as ruku dhe as nuk ka sejdë. Ai dëshmon atë që nuk e ka parë, e dëshmon Allahun te bareke ve teala. Ai njeri e do sprovën. Sprova Allah ka quajtur fitne gruan dhe familjen. Ai e urren të vërtetën, vdekja është quajtur e vërteta. Ky njeri u vërteton fjalët hebrejve dhe të krishterëve që kanë thënë në Kur'an se asnjëra palë nuk janë të udhëzuar. Prandaj nderuar vëllezër, ajo që neve si besimtarë mbetet është që nëse se na vjen një fjalë e keqe prej një vllai, prej një xhamatliu, prej një shoku, të mos e marrim për keq. Mirë po veprojmë ashtu siç na kanë mësuar parët tanë, ashtu siç ka thënë Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, që nëse vjen prej vëllait një fjalë e keqe dhe ke mundësi ta interpretosh në 70 forma, interpretoje. Allah na mëson që të fisnikrohemi me moralin e Ramazanit. Zoti ju shpëlbej. Selamun alejkum.